Atëherë, çdo. A kanë nisur të dridhen themelet e krimit avokat apo Jo. si e shikon këtë çështje? Jo, unë shikoj kështu. Se mafia e tokave është mafia e cila ka kapur sot shtetin shqiptar. Dhe ju duhet i thoni troç, dhe Elkiel dhe gjithë, duhet ta thoni troç. Mafia e tokave sot është mafia më e rrezikshme në Shqipëri. Sepse pastrojnë parat, duke ndërtuar, patjetër sepse mafia e tokave edhe ndërton, dhe bën resorte, edhe bën hostele luksoze, dhe bën kazino e kështu me radhë. Pra, sot mafia e tokave ka kapur dhe drejton shtetin shqiptar. Kjo është e vërteta, se ne i bjem rreth e rrotull sikur po ndodhon gjë e jashtëzakonshme. Jo, jo. Po japim detaje për dosjen, avokat, se nuk po bëjmë politikë. Avokat, dam detaje për dosjen dhe për avokat. E kje di shumë mirë që kjo është bimësia e gjithë mafjes që është në vazhdimësi dhe ka grupe të tjera akoma më të fuqishme që kontrollojnë gjithë bregdetin e Shqipërisë. Dhe keni parë bregdetin e Shqipërisë sot si është bërë, që është bërë asnjë pushtues nuk ja ka bërë Shqipërisë atë që po i bën mafia e tokave Shqipërisë të tjerë. E kuptoni apo jo? Mafia e tokave sot po i bën Shqipërisë atë që ja ka bërë asnjë pushtues që ka luajtur këto anë. Kjo është e vërteta. Pastaj ato që marrin drejtorët apo marrin penga atë e këtë, to janë pjesë tjetër. Mafia e tokave Shqipërisë sot ka kapur shtetin shqiptar dhe po ndërton. Dhe mafia ndërtimi pastron parat. Nuk e them unë, e thonë prokurorët e antimafjes italisë, që mafia e tokave, mafia e ndërtimit pastrojnë parat në turizëm dhe në ndërtim në Shqipëri. Dhe kjo është një pikë e vogël në ato qanin e madh të mafjes që është në Shqipëri tani. Avokat, një pyetje, duke qenë se her pas here zyrtarë dhe funksionarë të opozitës kanë akuzuar mazhorancën aktuale për le të themi diktim të krimit tek pjesa e listave për deputet apo promovime politike. Si shpjegohet që në këtë rast një tjetër zyrtar i Partisë Socialiste del që ka një lidhje shumë të afërt me eksponent të dyshuar të botës së krimit? Shiko, do të kuptojmë diçka. Mafia e tokave ka mbështetjen e qeverisë. Mafia e tokave ka mbështetjen e institucioneve. Mafia e tokave është një mafje e cila kontrollon sot të gjithë shtetin shqiptar. Nuk po pyet njeri këtu për një deputet, vllai deputeti o vllai një ministri. Po është dhe kjo është element shumë i rëndësishëm. Mafia, po shikoj se kon, mafia e tokave drejtohet nga vetë kjo ministri mor. E ka thënë zoti ministri, nuk e them unë. E ka thënë zoti Anetaj. Zoti Rama në zyrën e tij shpërndante toka për të bërë kazino, për të bërë hotele, për të bërë resorte kështu me radhë. Pra, koka e mafjes të tokave e Shqipërisë vetë kryeministri, ju i bini vërdall. Sepse është ai. Po i bim vërdall, avokat. Është ai i cili ka ndërtuar korporatën në cili jep toka për ndërtime, jep toka për shkolla, jep toka në bregdet, jep për investitor strategjik. Tani, ju doni të thoni ti bini që vllai deputetit, jo, nuk është vllai deputetit, është vetë qeveria shqiptare e cila i di me emër me emër, u ka dhënë akses të gjithë këtyre të zë tokat e pronarëve, të vrasi pronarët, të shantazhoj pronarët, të grisin dokumentat pronarëve që nga arkivi i shtetit që ka falsifikuar dokumentat në arkiv të shtetit këta, me drejtorën e arkivit shtetit të krye, me drejtorët e kadastrave gjithë në radhë, me shefat e inukut e inuvit e që janë këta, dhe kanë bërë që mafia e tokave sot të jetë ajo që është. Tani, u arrestojnë 6 veta, nuk është ky fundi. Tu në Shqipëri, aktualisht, në gjithë jugun e Shqipërisë, gjithë pjesa perëndimore e Shqipërisë, është e zaptuar nga mafia e tokave që sot ka zënë gjithë Dashvezën, gjithë Karavastan, gjithë pjesën e Fierit, andej po deshët ju, me ndërtime me panele diellor. Ja, kjo është e vërteta. Andrea, në vijim të pyetjes që ti bëre avokat Sakrani, tani duhet kemi parasysh diçka. Fillimisht do duhet ndahej herë roli që ka pasur vllai deputetit në këtë vrasje dhe kjo është një histori krejt në vete që ne do t'i hedhim dritë moment që do shohim dosjen e plot për kuptuar më shumë. Ajo çfarë më shqetëson është panorama. Ne dy e njohim shumë mirë Durrësin, se ne jetojmë në qytet, edhe pak kush e njeh Durrësin si. Është një qytet që është shembull i tipik ku kryqëzon interesat e krimit, politikës edhe sipërmarrjes. Dhe çfarë ndodh këto? Nuk kemi tjetërsim tokash në zonën e Durrësit të ri apo në spital apo në ato zonat periferike që po flasim. Po flasim për një prej zonave më të lakmuara në Shqipëri.
Në atë zonë ka disa investime që konsiderohen investime strategjike dhe ne duhet kemi parasysh që lejet për investime strategjike në këtë vend tashmë jepen prej vitesh nga kryeministri Edi Rama. Çfarë ndodh? Ne kemi raportin e fundit të dashur dhe janë disa elementë që duhet theksohet. Është elementi për investimet strategjike, që thotë investimet strategjike deri tani janë përdorur si një mekanizëm për të qerasur klientët e qeverisë. Pra nuk kemi biznesmen të huaj, dhe vetëm biznesmen të huaj janë Ala Bari në Durrës Jat Marina, është edhe një biznes korean për pjesë makinash. Dhe pjesa kryesore janë disa biznesmen shqiptar që për hir të vërtetës shumë prej tyre kanë drejtësie sa i përket financimeve. Ndërkohë elementi tjetër është pastrimi i parave. Ka dy element. Pastrimi i parave kryesor është ndërtimi në Tiranë dhe pika tjetër është turizmi.